Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta Panorama çelet me titullin Mesazhet në ditëlindje. Bashkohen Nano dhe Pëllumbi. Pse duhet fitoj Partia Socialiste pa Lëvizjen Socialiste për Integrim? Intervista. Ish kreu i Partisë Socialiste Fatos Nano, mesazh Ramës në 26 vjetorin e Partisë Socialiste. Jam i bindur se fitoria e Partisë Socialiste në zgjedhje do të garantojë rilindjen e pakthyeshme të Shqipërisë europiane pa deformimet e pseudo-aleancave të deridjeshme. Flet për Panorama profesori i Partisë Socialiste Servet Pëllumbi. Prishja imponuar e koalicionit me Lëvizjen Socialiste për Integrim, jo humbje, por shans për fitoren e Partisë Socialiste. Ç'ndodhi dje në ceremoninë e 26 vjetorit Partisë Socialiste? Mungon Lëvizja Socialiste për Integrim. Halim Kosova nga Partia Demokratike. Fushata e Partisë Demokratike, Basha, Lëvizja Socialiste për Integrim, jo në pushtet me 1000%. Berisha, nuk mund të bësh përgjegjës Ilir Metën. Ilir Meta, Edi Rama kryeministër, kapitulli mbyllur, ka humbur kontrollin ndaj vetes. Presidenti zgjedhur, Rama dhe Basha të mos guxojnë të prekin zgjedhjet dhe të japin fund shantazheve. Porositësit e vrasjes në kërkim, Daka, e vërteta për Mikel Shallarin, ekzekutimi Artan Cukut. Universiteti Politeknik, kuotat e reja për çdo deg, sa rriten. Një opinion nga Mentor Nazarko mban titullin Leximet shumë ngjyrshe të votimeve kosovare. Nga Myftar Barbullushi, dosja Hamer dhe viktimat e informacionit të REM. Në brendësi të gazetës Panorama sot është suplementi Panorama Shëndet. Flet kirurgu Dracini, komplikimet që sjell hernia dhe si trajtohet. Është titulli që veçohet nga ky suplement në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare në faqen e parë veçon titujt ish të përndjekurit, do rishihen 23.000 dosje. Numër në dispozicion për ankesat. Ministria, më shkruani për çdo problem. Ministria e Financave, nuk do të ketë më vonesa për të marrë dëmshpërblimin. Kategoria parësore në pritje të këstit të 8. Ilir Meta, Rama kryeministër, një kapitull i mbyllur, e humbi shansin. Ka pasur raste kur kam dashur të iki nga qeveria. Presidenti zgjedhur, Basha u afuti aleatëve dhe u bën nën-kontraktor i kreut të Partisë Socialiste. Nga Ziadin Gashi botohet artikulli ngërçi pas zgjedhor në Kosovë. Nga Pëllum Karameta, opinioni ditës me titull Neoliberalizmi dhe ndikimi në qeverisjen e arsimit. Për vjetori Partisë Socialiste, Rama, zgjedhjet betejë themelore e vendit, më të mirë se ne nuk ka. Bujar Nishani, OSBE, Këshilli i Europës dhe Vatikani pa ambasador për interesa meskine. Berlin Plus, jep plani Gjermanisë për Ballkanin, çfarë ofrojmë? Agjencia e Trajtimit të Pronave, statusi i secilës pronë në Durrës, Shija, Kruj dhe Vor, emrat dhe ndryshimet. Vrasja Artan Cukut, policia, shkak gjakmarrja. Mikel Shallari kërkon mbrojtjen e familjes, del sot para gjykatës. Bujar Daka, kam qenë në Burg në Zvicër, por nuk kam lidhje me Mikelin. Skënderbeu, Eno Koço, si ja morën dinjitetin Preng Jakovës duke censuruar, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Shekulli, intervista, Meta, Rama dhe Basha, pakt kundër meje. Presidenti i ri deklaron se marrëveshja e Partisë Socialiste e Partisë Demokratike u diktua nga oligarkia e përbashkët. Të dy këta politikanë nuk janë aq të qëndrueshëm sa të bëjnë marrëveshje afatgjata dhe tepër serioze. Kryeparlamentari flet për sulmet ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nuk ka nevojë Shqipëria për rilindje që pjellin vetëm zgënjim. Vendimi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me 6 vota pro për gjysmon numëruesit e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mesazhi, Koço Kogdhima, në vend të urimit për 26 vjetorin e Partisë Socialiste. Prokuroria, Komisar Cuku u vra për gjakmarrje, si u zhdukën porositësit. Mikel Shallari nuk e pranon krimin, pistat e reja të hetimit, familja Daka, mos na akuzoni, nuk kemi gisht. Pensionet e fshatit, rritja e moshës dhe skema e llogaritjes. Ministria e Financave, ish të përndjekurit, do të rishikohen 23.000 dosjet. Ndeshjet e mbetura, mposhtja e Izraelit, shanset reale për vendin e tretë të Shqipërisë. Polikron Çelo, diarejat e fëmijët, këshillat që jepen për prindrit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli.
Gazeta Mapo, fenomeni, cilët janë fëmijët politik në zgjedhjet e 25 qershorit. Hajdari për Partinë Demokratike, Pëllumbi për Partinë Socialiste dhe Kola për ish të përndjekurit politik. Për demokratët garojnë edhe Bardh Spahia, djali Ali Spahis dhe Klevis Balliu, i biri botuesit të gazetës 55 Fari Balliu. Mosmarrveshja, Berisha frenon Bashën ndaj Metës. Kreu i Partisë Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim në opozit pas zgjedhjeve. Protagonistët, historia e raporteve Nano Meta Rama dhe qëllimi i mesazhit të ish kreut të Partisë Socialiste. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Diogjeni Pidibre është dicitura e karikaturës së radhës. Ç'po kërkon këtu në Dibër në mes të ditës, po kërkon një çam e nuk po e gjej. Editoriali i ditës është shkruar nga Ervisi Liazej. Na duhet dy partitizëm apo multipartitizëm? Kjo është çështja. Nga Kay Alexander Scholz, model suksesi Angela Merkel. Nga Jean-Claude Juncker dhe Bohuslav Sobotka. Pse Europa duhet të marrë mbrojtjen në duart e veta? Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës është shqetësuar për ankesat në ligjit të vetingut. Debati për çmimin Kadare 2017, Henry Çili versus Mimoza Ahmeti. Kadare jo fajtor për mediokritetin letrar që nuk ka përcendot Adriatikun. Në brendësi të gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Ekonomi, debati, efekti reformave të qeverisë, vlerësimet e profesorëve Adrian Civici dhe Selami Xhepa, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, rilindja i tradhtoi, i përçau dhe i braktisi ushtarakët. Flet kolonel Pëllum Zaimi, bashkimi i qeverisë me të djathtë është një aventurë që do ndëshkohet në zgjedhjet e 25 qershorit. Diskriminimi veteranëve, pensionistëve, ushtarakëve dhe fyerja që po i bëhet prej tyre luftës antifashiste nacional shërimtare, duke konsideruar atë luftë civile. Skandali me kandidatët për deputet, për parlamentin e ri që do të dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit, garojnë edhe 157 analfabet dhe falsifikator me diploma sude brenda dhe jashtë vendit. Nga Gronçela botohet opinioni politika e sotme dhe shteti demokratik. Nga Fethullah Gülen, muslimanët të bashkuar kundër terrorizmit. 26 vjetori socialistëve, Edi Rama falenderon doktor Kosovën për pjesëmarrjen në emër të Partisë Demokratike, por fitoria, thot ai, do të jetë e Partisë Socialiste. Luan Rama, urime e Partisë Socialiste në ditën e themelimit. Marrëveshja e Partisë Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka qenë për tepsi dhe timon, por parimore. Flet Roland Qafoku, politikanët janë mjeshtra për të mos thënë të vërtetën. Fushata dhe risitë e debatit në Channel One. Intervistat e ditës, Sali Berisha, Ilir Meta nuk mund të bëjë përgjegjës Basha për dështimet e qeverisë. Ilir Meta, Rama si kryeministër një kapitull i mbyllur, në vend të tolerancës tregoi agresivitet. Prokurime edhe në fushat. Qendra Spitalore Universitare Tiranë pa ilaçe, por bën tender 121 milion lekë për prashitjen dhe vaditjen e luleve. Skandali, vlera e mallrave të sekuestruara 250 milion lekë, ruajtja e tyre 310 milion. Aktualitet, Robert Gjedia, cilësia, prioriteti sportit. Bernard Zotej, aleatët e luftës partizane. Gëzim Prengsi, parapsoden Fatime Sokoli. Mozaik dhe aktualitet, Nikoleta Piranjani, njoja dhe implementimi ligjit me menaxhimin financiar dhe kontrollin nga njësitë publike. Skandali, prej 4 muajsh po zbatohet urdhri i Shushunjës për rimbursimin e ilaçeve të diabetit. Larja në det, jashtë duhet të dim personat që pinë ilaçe. Shenjat e tiroides dhe gurve në tëmth janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita çelet me titullin Dështakët. Mjerimi ynë moral. Në 2017 Shqipëri si serviret Republikë e Re me Sali Berishën dhe rilindje me Fatos Nanon. Amnistimi i krimeve dhe pandëshkueshmëria. Në 2013 shqiptarët rivotuan masivisht për ndëshkimin. Për të disatën herë në 27 vjet demokraci u mashtruan. Dihet ceremonia e përçarë në 26 vjetor. Partia Socialiste ka nevojë urgjente për një impuls të ri. Nga Arben Duka, 10 epigrame nga urtësia popullore. Nga Mero Baze, kush fitoi në Kosovë dhe qeveria e re. Reagimi Fatos Tarifa, mjerimi dhe pafytyrësia e një rektori digital. Kultur Mojkom Zeqo, për një përkthyes të madh për të cilin media hesht. Rekursi, vrasja e Lamajt, gjykata e lartë lë në fuqi burgimin e përjetshëm për Arben Frokun.
udhëzime, tenjten, provimi matura 2017, si do t'jetë testi detyruar i matematikës, më të rëndësishmet janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, ngjallet nano, Rama merr shofer të dehur. Edi Rama, një nënkupton nano që shansi karrosieri dehur nuk mund t'jetë president. Fatos Nano, viti 2012, u bën vite që Edi Rama nuk përfaqëson më socialistët apo interesat e tyre. U bën vite tashmë që Edi Rama përfaqëson vetëm një klan uzurpator dhe pervers humbarakësh dhe frikacakësh, që u ka shkaktuar socialistëve vetëm humbje, dhëmbje dhe nëpërkëmbje. Vjen ky citim në faqen e parë të gazetës Koha Jon. Partia Socialiste feston 26 vjetorin e themelimit. Rama, beteja jonë është për administratën. Ilir Meta, Rama Basha, marrëveshje të fshehtë për të goditur mua dhe Berishën. Deklarata forte e ish kryeministrit Sali Berisha, Basha të sulmoj Edi Ramën dhe jo Ilir Metën për qeverinë. Nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Luan Rama, Rama i Partisë Socialiste është në krye të sistemit korruptiv dhe drogës. Përplasja Partisë Socialiste, Lëvizje Socialiste për Integrim, Ralf Gjoni përgjigje Sajmir Tahirit, baban ta bëm kryeministër, ty që nush të pranuam ministër. Urimet dhe surprizët, Lulzim Basha feston 43 vjetorin e lindjes. Nga Anila Basha, botet reportazhi 148 kobrat shqiptar fluturojnë nga Rumania për golat e kombëtares. Një opinion nga Lorenz Vangeli, sherri me qeder është qari Mulligjiut. Një analizë nga Amantja Patozi, kontrolli lartë i shtetit dhe profesionalizmi në auditim, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot, Edi Rama udhëzon bazën, nuk ka më koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Loja për të qenë në çdo qeveri ka marrë fund. Administrata të pastrohet nga të punësuarit politik. Kryeministri, LSI batërdime hipoteka dhe kolaudimin e makinave. Bandat në gjyqësor duan të bllokojnë vettingun. Basha, LSI nuk do t'jetë më në pushtet. Ministra teknik do qëndrojnë në detyrë të nis arrestimi drejtorëve. Fatos Nano mbështet fuqishëm Edi Ramën dhe kërkon qeverisje pa Lëvizjen Socialiste për Integrim. Përçahet Partia Demokratike, ish kryetarët e degëve dërgojnë demokratët te Lëvizja Socialiste për Integrim, sherr mes antarëve. LSI merr goditjen e dytë nga marrëveshja Rama-Basha. Numëruesit do ndahen me PDI-un, Partia Socialiste e Partia Demokratike bëhen bashkë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ilir Meta, Rama-Basha kanë bashkëpunuar disa herë kundër meje dhe Berishës, doktori i vetmi opozitar në Partinë Demokratike. Ashpërsohet debati brenda mazhorancës. Luan Rama sulmon kryeministrin. Tahiri kërkon largimin e LSI-s nga qeveria. Përplasje për shkarkimet, Bardhi thret policin për të larguar sekretaren e përgjithshme. Ministri i Arsimit kallëzon Klaren Ndrecën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vënë alarmin për vettingun. Gjyqtarët e korruptuar po sabotojnë procesin. Nuk ndalet ngritja e strukturës posaçme antikorrupsion dhe byros hetimore. Zhbllokohet vettingu, caktohen datat për zgjedhjen e kandidatëve. Partia Socialiste plan për të mbledhur parlamentin para zgjedhjeve. Borxhi publik nuk ndalet. Në 3 muaj borxhi jashtëm u rrit me 96 milion euro. Nga pali Nito botohet komenti me titull "Jo indiferencë dhe neglizhencë, por pjesëmarrje maksimale". Nga Piro Prifti, Fatos Nano, kandidat për president në rast nevoje. Nga Skënder Kapiti, pavarësia de facto e Kosovës, 12 qershori 1999. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt "Bomba e Edi Ramës". Misioni Lëvizjes Socialiste për Integrim ka mbaruar bashkë me lojën i treti i vërteti. Tahiri shpërthen ndaj LSI-s dhe Metës. Boll, lëkunia e turbuar të nxirret jashtë qeverisë, meriton të shkarkohet. Këshilltari Metës e quan qenush. Nga Merobaze botohet editoriali me titull "Fitimtarët e ndryshimit duhet të ndryshojnë". Nga Skënder Mingjozi, Edi Rama dhe një vrasje e pandodhur në Avenue në Pest. Nga Lorenz Vangeli, sherri me qeder është qari Mulligjiut. Shpallën në kërkim porosisit e vrasjes Artan Cukut, por të dyshuarit ndodhen në shtëpi. Ministri grek, shqiptarët zgjohen me muzikë greke çdo mëngjes, por sa ju shkon diçka keq, shajnë grekët. Klientelizmi politik, donatori LSI-s fiton miliona në tendere publik. Letra për Ramizin, regjizori Spajvogli do vërë në skenë kurvat e kombinatit. Antena brenda familjes, Kunati përshëndet zgjedhjet në Kosovë, suksesi LDK-s shembull për ne, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, grahmat e rilindjes në ditëlindjen e vjedhur të Partisë Socialiste. Edi Ramës po mundet të mbajë gjallë një fushat që nuk duron dot më riciklimin e gënjeshtrave.
Analiza. Në përvjetorin e partisë së 1941-shit po tentohet rilindja e partisë së punës. Basha. Rama kishte 16 miliard euro buxhet për premtimet, zgjodhi dëshirat personale. Lufta civile në lëvizjen socialiste. Lëvizja socialiste për integrim e Ramës, sistemi i korruptuar dhe i droguar prej teje. Nga Sejdi Peka botohet artikulli Sheshi Skënderbej, apo qeraja e mendjes së smur të Xhemiles dhe burit të Xhemiles. Nga Beqirsina, lajmi Dritan Mishto zgjidhet kryetari i ri i Federatës Panshqiptare Vatra. Nga Reshat Kripa, homazh për Edip Tërshanën, me rastin e 110 vjetorit të lindjes dhe 70 vjetorit të ekzekutimit. Një dosje nga Kastrio Dervishi na çon në vitin 1981, debati dhe vendimet për sheshin Skënderbej. Byroja diskuton edhe gurët dhe elementët dekorativ. Japonia, një mik më i afër se Kina, është një rubrikë që sjell dy tituj të tjerë në faqen e parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, pagesat e ish të përndjekurve në sitën e Ministrisë së Financave, vonesat dhe abuzimet. Drejtoresha e Shërbimit Social Shtetëror, fondet për ndihmën ekonomike dhe aftësinë e kufizuar, verifikim për 81.638 persona në skem. Pensionet, ndryshojnë kriteret e përfitimit për profesionet e kategorisë së parë, rregullat e reja. Pronarët, dosjet në shqyrtim nga Agjencia e Trajtimit të Pronave. Ministri i Jashtëm grek, marrëdhëniet me Shqipërinë një çmenduri. Ambasada amerikane, gjykata kushtetuese të mos vonoi. Rama, gjyqtarët si skutha. Odir, 7.000 policë të angazhuar për zgjedhjet, shkarkime dhe emërime të tjera në disa drejtori burgjesh dhe hipotekash. Falja e gjobave, dorëzimi i deklarimeve tatimore deri në 30 qershor. Një opinion nga Faik Islami mban titullin Peripatët e zgjedhjeve dhe nevoja për reformë të thellë në bujqësi. Nga Azem Parlaku, ku të kërkoj programin tënd parti. Nga Maksim Sinemati, NATO-ja është shpëtimi i Maqedonisë. Klubi Ballkanit, nga Vullnet Mato botohet artikulli brenda shpirtrave të politikanëve. Personaliteti i shquar i Universitetit Shqiptar, Abedim Pashdino nga Preveza, arkitekti i lidhjes së Prizrenit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard, intervistat, Basha, po pres arrestime, listat, ekskluziviteti imi, nuk komunikova fare me Berishën. Meta, Rama kryeministër, kapitulli mbyllur, marrëveshja 18 majit kundër zgjedhjeve. Berisha, Metën s'mund ta bëjmë përgjegjës për dështimet e Ramës në qeverisje. Halli i 25 qershorit, u shan dhe u shklyn për 12 vite, tani timonieri Rama zgjedh si instruktor nanon e rilindur. Festa e Partisë Socialiste, sa shumë mungesa, Partia Demokratike habit me përfaqësuesin e saj, dërgon Halim Kosovën. Sulmon Tahiri, Luan Rama, sistemi inkriminuar, i trafikuar dhe i kanabizuar sepse ishte Rama në krye të tij. Bie në remitansat, rreth 40% e shqiptarëve jetojnë jashtë, stop parave për natë dhe. Kallëzohet penalisht dhe shkarkohet nga puna sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit Plaren Ndreca. Vrasja e Cukut, i dyshuar i Shallari, pranon bashkëpunimin me drejtsinë, por vendos disa kushte. Padorashka, ana errët e sheshit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Fryma e Re, në faqen e parë titujt Votoni numri 11, Bamir Topi, do mbrojmë interesat e rinisë dhe artistëve, të rëndësishëm për botën shpirtërore. Politikanët flasin për shtyllat të zhvillimit shpirtëror të shoqërisë, por demonstrojnë antikulturë. Zgjedhjet e 2017-s, OSBE, të ndryshohet kodi zgjedhor, duhet më shumë transparencë. Kryesuesja në Mat, Elida Demirneli, do punoj për të ardhmen e familjeve matjane. Kryesuesi në Korç, Ilia Gusha, po prekim nga afër çdo shqetësim të qytetarëve. Kryesuesi i listës Frymës së Re Demokratike në Tiranë, Gazmend Oketa, do jemi në kuvend zë mbështetës për rinin. Te News 24 në emisionin Studio e Hapur, Oketa, qytetarët të mos bojkotojnë zgjedhjen. Kosovë, koalicioni luftës fiton zgjedhjet, por nuk formon dot qeverinë. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Fryma e Re. Gazeta Integrimi në faqen e parë titujt Rinia shqiptare në Tiranë. Më 15 qershor në kryeqytet supermitingu i fitores së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ilir Meta, sulmet ndaj LSI-s janë frikë nga humbja e partive të oligarkisë. Përgjigjen do ta marrin me 25 qershor nga Rinia shqiptare. Shqipëria do t'i jap fund një eremir qeverisjes që prodhon pasiguri. Luan Rama, marrëveshja Partisë Socialiste e Lëvizjes Socialiste për Integrim ka qenë parimore, programore dhe jo për tepsi dhe timon. LSI nuk është bërë pengesë për asnjë reformë të qeverisë. Kryetari i rilindjes nuk është për reforma, por për Rama reforma.
Vizit në fabrik fasonësh në Kavaj, prezentojnë programin fiskal të LSI-s. Gjosha Brejmllari, ulja e taksave do të krijojë vende të reja pune. Maksim Kona, nxitje të arsimimit profesional, punësimi prioritet. Takimi me shoqërinë civile, Kejdi Mehmetej, LSI do jetë pararojë mbrojtjes së të drejtave të të rinjve për arsimim dhe punësim. Florida Kërpaçi me bizneset e njësisë nr. 5, do të mbështesim sipërmarrjen, ulja e taksave do rimëkëm bizneset dhe ekonominë. Takimi në Bashkinë e Pustetësit, Edmond Panariti, me LSI komuniteti Maqedonas do të jetë i përfaqësuar, i integruar dhe i zhvilluar. Lefter Koka me banorët e lagjes nr. 15, vota për LSI-n për të orientuar të ardhmen e fëmijëve dhe të vendit në një drejtim të ri, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Rilindja Demokratike nuk ka më dridhe like. Basha deklaron se nuk do ketë koalicion me LSI pas zgjedhjeve. Skandali, qeveria dha mbi 60 milion euro tendera pagar. Kush fshihet pas skandalit të publikimit të tezave të maturës? Kush janë porositësit e vrasjes së komisarit Cuku? Mimi fushat me mjetet e ushtrisë për votat në Has. Berisha, drejt fitores, Rama i futur në rreth të kuq, drejt greminës. Kosova votoi të dielën për Haradinën kryeministër në Kosovë. Çfarë pret Kosovën pas zgjedhjeve? Basha, Rama u dorëzua. LSI nuk do të jetë në pushtet pas datës 25 qershor. Koalicioni që unë drejtoj do të fitojë zgjedhjet, ne do qeverisim. Kush voton LSI do të mbetet si baftjari i Republikës së Vjetër. Votat vetëm për opozitën e bashkuar. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Parti Tezgash. Policia zbon sekretarin e përgjithshme të Ministrisë së Drejtësisë. Janë titujt e faqes së parë të Rilinjës Demokratike. Gazeta Panorama Sport, Sokol Kushta, Debjazi fitoi kundër intrigave. Duka, italiani ka bërë punën mirë, do respektojmë kontratën. Intervista Bogdani, Sadiku bën reparti vetëm, por duhet të ikë nga Zvicra. Flet babai i sulmuesit, më uroi gjithë Elbasani. Shënoi në Izrael, Bologna jep 2 milion euro për Memushajn. Statistikat hysej mes 100 më të shtrenjtëve në botë. Sulmuesi i ri prezantohet Andre Silva, i lumtur te Milani. Korçarës, Skënderbeu humb në miqësore, gol Shkodra. Partizani, Starova, lojtarët e sjell Moxhi, Uni Stërvis, janë